Eraldi ishte një djalë i thjeshtë shqiptar, i rritur në një familje punëtore në qytetin e Elbasanit. Kishte mësuar qysh herët se në jetë asgjë nuk të jepet falas, dhe se çdo gjë fitohet me përpjekje, durim dhe respekt. Prindërit i kishin mësuar ta nderonte të vërtetën, të sillej mirë me njerëzit dhe sidomos me gratë. Ishte tipi i burrit që çdo vajzë do të donte të kishte, i kujdesshëm, i sjellshëm, i përkushtuar. Por në jetë, asnjëherë nuk është e sigurt se do të marrësh pas atë që jep. Pasi përfundoi fakultetin për teknologji informative në Tiranë, Eraldi fitoi një bursë për një projekt bashkëpunimi në Kinë, në qytetin Guangzhou. Aty nisi të punonte si asistent IT në një kompani ndërkombëtare që kishte degë në Evropë dhe Azi. Ishte e çuditshme se si ndonse se ishte aq larg nga vendi, e ndjente veten më të vlerësuar se kurrë. Ai respektoi për përkushtimin e tij dhe u bë shumë shpejt i njohur në rrethin e kolegëve. Pikërisht aty, në një nga seminaret ndërkulturore, ai njohu Lizian, një vajzë kineze me sy të mëdhenj, flokë të errët e të dendur, dhe një buzëqeshje që ngrohte dhomën. Ajo ishte përkthyese në kompaninë ku punonte dhe kishte një talent të jashtëzakonshëm për të shkrirë akujt me mënyrën e të folurit. Eraldi u tërhoq menjëherë prej saj. Nuk e dinte nëse ishte thjesht magjepsje, kurreshtje apo diçka më shumë, por u ndje si asnjëherë më parë. Kaluan muaj të bukur bashkë. Shëtitje nëpër rrugët me drita të qytetit, darka të gjata me gatime tipike kineze, net me biseda të sinqerta dhe ndarje ëndrash për të ardhmen. Ajo e quante atë zemra ime nga Shqipëria, ndërsa ai e ndjente se për herë të parë në jetë po përjetonte dashurinë e pastër. Pas 2 vitesh lidhje, ai vendosi ta kërkonte dorën e saj. Familja e tij në Shqipëri ishte disi skeptike. Jo për racën apo origjinën, por sepse ndjenin se gjithçka kishte ndodhur shumë shpejt. Mos u nxito, biri im. Duhet të jeni të sigurt, i tha nëna në një telefonat. Por Eraldi ishte i vendosur. Ai nuk e njihte mashtrimin, as nuk mund të imagjinonte që njeriu që e shitet çdo ditë në sy mund t'i gënjente. Dasma u bë me shumë thjeshtësi në Kinë. Një ceremoni simbolike me pak njerëz ku dominonte thjeshtësia dhe buzëqeshja. Lizian dukej sikur shkëlqente nga lumturia. Eraldi ndjente se më në fund fati i kishte buzëqeshur. Pas martesës, ata u zhvendosën në një apartament më të madh. Jeta dukej se po ecte në rrjedhën e saj ideale. Pak muaj më vonë, Lizian mbeti shtatzën. Eraldi u emocionua tej mase. Filloi të punonte edhe më shumë, të kursente për t'i siguruar fëmijës së tyre çdo gjë që kishte munguar atij në fëmijëri, e gjitha ndryshoi në ditën e lindjes. Eraldi ishte në spital, i emocionuar, me lule në dorë, duke pritur të dëgjonte britmën e parë të fëmijës. Kur më në fund, pas orësh të gjata, mjeku doli nga salla dhe i tha se gjithçka kishte shkuar mirë, ai u fut plot entuziazëm. Por çfarë pa aty e shokoi? Fëmia ishte me ngjyrë të errët, dukshëm i zi, për një çast, gjithçka në mendjen e tij u ngrirë. Mendoi se ndoshta ishte dritë, ndoshta ndonjë pigment i çuditshëm i përkohshëm. Por jo. Fëmia nuk kishte asnjë tipar as të tijin, as të Lizianit, lëkura e tij ishte e thellë në ngjyrë, flokët të dredhur dhe të zinj. Ishte absolutisht e pamundur biologjikisht që ai të ishte babai. Ai qëndroi aty, duke e parë foshnjën në heshtje, ndërsa Lizian e mori në krah e qeshi sikur çdo gjë ishte normale. Kur ai më në fund gjeti forcën të fliste, zëri i doli i dridhur, Li. Çfarë është kjo? Kjo është vajza jon, dashuria jon, i tha ajo, duke shmangur syt, vajza jon. Li, fëmia është. Është i zi. Ku janë sytë e tu? Ku janë tiparet e tua apo të mijat? Pse po më gënjen kështu? Ajo heshti. Ai insistoi. I ngriti zërin për herë të parë. Më në fund, ajo u rrëzua në lodh dhe tha të vërtetën. Një të vërtetë që do t'ia shkatëronte jetën atij për gjithmonë. Lizian pranoi se gjatë muajve të fundit të shtatzënisë, kur Eraldi udhëtonte shpesh për punë, ajo ishte lidhur me një tjetër burr, një nigerian që jetonte në qytet dhe merrej me muzikë.
Ajo tha se ishte një gabim, se kishte ndodhur vetëm një herë, se nuk e kishte pritur kurrë që të mbetej shtatzën prej tij. Kishte frikë t'i tregonte Eraldit dhe mendoi se ndoshta fëmia do të kishte ndonjë përzierje racash që do ta mbulonte gjurmën, por nuk ishte kështu. Dhe tani, e vërteta kishte dalë në dritë, Eraldi doli nga spitali i shkatëruar. Shkoi në apartament dhe u ul në dyshemen, duke qarë si fëmijë. Ai kishte lënë vendin, familjen, ëndrat, çdo gjë, për një dashuri që e tradhtoi në mënyrën më të ulët. Kishte besuar aq shumë, sa që nuk e kishte parë asnjë shenjë të dyshimit. Dhe tani ishte i martuar me një grua që kishte sjellë në jetë një fëmijë që nuk ishte i tij, ditët që pasuan ishin si një ferë i gjallë. Ai e përballoi turpin, zemërimin, dëshpërimin dhe më pas vendosi të largohej. Para se të ikte, kërkoi të fliste me prindërit e vajzës. Ata e pritën me turp. I kërkuan falje për çfarë kishte ndodhur. Madje i propozuan që të arrisnin fëmijën si të tijn. Është fëmijë i pafajshëm, i thanë. Por ai nuk mundej. Jo për shkak të racës, por për shkak të gënjeshtrës. Të tradhtisë, të çmëntimit brutal të ëndrave të tij, në Shqipëri, kthimi ishte i hidhur. Të gjithë e pyesnin për gruan, për fëmijën. Ai nuk mund ta tregonte menjëherë. Por thashë themet dolën shpejt. Dikush nga shoqëria e tij në rrjetet sociale pa një foto të fëmijës dhe u përhap me shpejtësi. Dhe një natë, në një kafene në Elbasan, ndërsa pinte një kafe të ftohtë dhe shite zbraztin në godë, një mik i fëmijërisë ju afrua dhe e pyeti, "Vëlla, thuhet që fëmia yt është me ngjyrë. Është e vërtet?" Eraldi nuk u përpoq më të fshihej. "Po, është e vërtet. Por nuk është fëmia im. Dhe historia ime është një leksion për çdo që harron të vër veten në vend të parë." Pas disa muajsh të errët depresioni, Eraldi vendosi të fillonte nga e para. U kthye në punë, ndërtoi një agjenci të vogël softwaresh në Shqipëri dhe vendosi të fokusohej vetëm tek vetja. Nuk besonte më verbërisht tek njerëzit. Kishte mësuar me dhimbje se edhe më të dashurit mund të vrasin nga brenda. Lidzian u përpoq disa herë ta kontaktonte. I dërgoi letra, email, fotografi të vajzës që rritej. Ai nuk ju përgjigj. Jo nga urrejtja për vajzën, por nga plagët që nuk kishin shëruar ende. Në një nga shënimet që i dërgoi, ajo shkruante, "Erald, ndoshta një ditë, kur dhimbja të ketë kaluar, do kuptosh që unë nuk isha as gruaja që ti mendoje. As gruaja që ti meritoje. Më fal për atë që të bëra. Vajza do të rritet duke ditur se ti ishe një burr i mirë që unë shkatërova vetë." Kjo është historia e një shqiptari që i besoi dashurisë deri në verbëri. Por jeta, përtej filmave dhe përrallave, nuk jep gjithmonë atë që meriton. Dhe jo gjithmonë dashuria mjafton për të mbrojtur nga mashtrimi, besimi është i shenjtë. Dhe kur thyhet, nuk ka fjalë që mund ta rindërtojë.